Përshëndetje për juve, shikues të dashur, edhe një epizod tjetër me mua Artën. Sot do të përgatisim karamelin me krip, ose si që quajnë saltët karamel. Përbërësit janë sheqer kristal, gjalpi, krip himalaje i trash dhe pana. Po shkoj me përgatitjen. E nxejmë panën, duhet tjetë e relativisht e nxehtë. Dhe fillojmë me e shkri ose me karamelizu sheqerin. Duhet patur kujdes, sepse sheqeri nuk duhet të ketë temperaturë të lartë. Që mos të djegët, por të karamelizohet. Kryesisht, karamelit ose sheqeri derisa karamelizohet nuk duhet futur luga brenda dhe sigurisht i nalët temperatura. Duhet përcjellë mirë derisa të marrë këtë formë, pa e futur lugën brenda, do të thotë kështu. Karameli ka marrë ngjyrën e kuqremt. Në këtë rast ja shtojmë gjalpin. Duke e përzi me një tel dhe kripën që ta neutralizoj sheqerin. Do të thotë kripën e himalajeve të trash. Derisa masa të bëhet homogjene kështu dhe të shkrihet gjalpi, e shihni që kripa e shuan. Në këtë rast, ja shtojmë panën e nxehtë. Kjo është karameli, në këtë rast e vendosim në një enë, pra e shihni që e ka marrë ngjyrën e duhur, pra të karamelit. E qesim në një enë të pushoj në frigorifer. Pra mbahet në frigorifer dhe mundemi ta përdorim për deserte, për shirupa ose për çka do tjetër që e kemi të nevojshme.